me votat e Yll Karupës, name and shame, është ajo që thotë idioma angleze, emroj dhe turproj. Këta turp nuk kanë, po unë do t'i emroj. Këtu do t'i emërtoj. Me votat e Yll Karupës, Ridvan Hados, Markelejn Koçaj, Emona Muçi, Klodian Kurushi dhe kreut të tij Ilir Rusi me 6 vota refuzuan apo vendosen mos pranimin e nisjes së procedurave për verifikimin dhe shpalljen e papajtueshmërisë së mandatit me famozen Irena Gjokaj. Miq, të dashur qytetar dhe qytetare, këta persona të cilët shkelmojnë mbi një zinxhir, mbi një seri dokumenta zyrtare, shqiptare dhe ndërkombëtare, dokumenta të cilat i ndërpresin automatikisht mandatin Irena Gjokës, këta janë më kriminal se vetë Irena. Këta janë turpi i njeriut, turpi i nënpunësit, turpi i zyrtarit. Këta janë sklever të këtij regjimi dhe të Edi Ramës. Sa për djeni, Irena me 5 mbiemra është një shoqe në shpirt me lindën e Surrelit. Përveç se këshilltare e Gjys Agasit, e faktuar vizitat e saj, unë ka rrezik që edhe një njeri midis jush këtu i ka pa videot në dosjen e Gjys Agasit, se si Serbezja hyn dhe del në zyren mafioze të Agasit. Por, të votosh, të shkelmosh të gjithë të dokumenta, do të thot të mos kesh as dhe minimumin e ndërgjegjes profesionale, ndërgjegjes ligjore, do të thot të mos jesh e vërtet as mos kesh ditet njerëzor, të poshtrosh veten duke mohuar vullat apostolike, duke mohuar formularët zyrtar të këtij shteti, do të thot je bashkautor në këto krime. Ndaj dhe e them këtë, pse e them? Sepse kjo nuk ndodh të kur, nuk ka ndodh kur në historitë sado absolutisht të palavdishme të KLG-ve të kryesuara nga presidentet, se unë nuk i mbroj defekte që kanë patur, por kur, kjo nuk mund të imagjinohej. Kjo s'mund të imagjinohej të shkelmoshin ligjet në këtë mënyrë. Tani, kjo ishte konsiderata ime, le t'ju referohemi, bravo, një minutë se këtu